Të dashur miq, përshëndetje, mirë se vini në minutat e programit Rruga me Dr. Michael Youssef. Programi Rruga është pjesë e shërbesës mediatike ndërkombëtare të Dr. Michael Youssef. E krijuar në vitin 1988 si një program radiofonik në Atlanta, Georgia, sot transmetohet në më shumë se 200 shtete të botës, ndërkohë që ky program vjen tek ju për herë të parë në Shqip nëpërmjet Radio 7. Seria që po transmetojmë tek ju titullohet Fryti i frymës dhe janë mesazhe të mrekullueshme për të ndërtuar një jetë të bekat në frymën e shenjtë. Gjatë kësaj serie kemi parë se vetëm jeta që është e mbushur me frymën e Perëndis mund të jap frytin e frymës. Dhe fryti i frymës është një dhe bashkon personin e tërë në sundimin e Jezus Krishtit. Më pas, Dr. Youssef ka trajtuar me radhë se cilin fryt të frymës bazuar në listën që bën apostulli Paul tek letra Galatasve kapitulli 5 dhe vargu 22. Në 2 programet tona të fundit jemi ndalur tek zemërbutësia. Në programin e kaluar u njohëm me përkufizimin biblik të zemërbutësisë. Mësuam se mbi të gjitha, ajo është një forcë e kontrolluar dhe as pak dobësi. Po kështu, Dr. Youssef na tregoi shembullin e Mojsiut, njeriu më zemërbut mbi faqen e dheut. Mojsiu përball me akuzat e popullit të tij, por me Perëndinë në anën e tij, ai mundi të shfaqte zemërbutësi biblike. Në programin tonë të sotëm do të shohim nga afër vazhdimin e kësaj historie dhe do të zbulojmë se si reagoi Perëndia në këtë situatë. Hello listening friends, we welcome you once again. Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju urojmë sërish mirëseardhjen në programin ton. It is always a privilege for us to come to you across the airwaves. Është gjithmonë privilegj për ne që të vim tek ju përmes valve të radios. And it always makes us feel good when we get letters from you telling us how much these broadcasts mean to you. Dhe ndihemi mirë sa herë që marrim letra nga ju ku na tregoni se sa të rëndësishme janë këto programe për ju. And we have been going through a series of messages entitled The Fruit of the Spirit. Dhe ne po prezantojmë tek ju një seri mesazhesh të titulluar Fryti i frymës. And we have been talking about meekness. Dhe kemi folur për zemërbutësinë. And in our last broadcast we left Moses, Aaron and Miriam in the tent meeting. Dhe programin ton të fundit ne mbyllëm me takimin e Mojsiut, Aronit dhe Miriamit në tend. Miriam and Aaron used rumor and misguided criticism to try to take leadership away from Moses. Miriami dhe Aroni përdorën thashethemet dhe kritikat e gabuara në përpjekje për të larguar Mojsiun nga drejtimi. They were jealous of his leadership. Ata ishin xheloz për drejtimin e tij. And they were not honest in their criticism. Dhe nuk ishin të ndershëm në kritikat e tyre. Furthermore, they incited their people by saying that Moses' wife had dark skin and the marriage was wrong. Veç kësaj ata nxitën njerëzit e tyre duke thënë se gruaja e Mojsiut ishte me ngjyrë dhe se martesa mes tyre ishte e gabuar. But Moses reacted with meekness, exercising strength under control. Por Mojsiu reagoi me zemërbutësi duke ushtruar forcë të kontrolluar. Now I want you to listen to the rest of the story. Tani dua që të dëgjoni pjesën tjetër të historisë. God did not like what was happening. Perëndia nuk e pëlqente atë që po ndodhte. And had God not acted, we would probably never have heard of this incident. Dhe nëse Perëndia nuk do të vepronte, ndoshta nuk do ta kishim dëgjuar kurrë për këtë incident. But God was displeased with what's going on. Por Perëndia ishte I pakënaqur me atë që po ndodhte. Let us read about this in the book of Numbers, chapter 12, verses 4 to 9. Le të lexojmë për këtë tek libri I Numrave kapitulli 12 vargjet 4 deri 9. Zoti u tha menjëherë Mojsiut, Aronit dhe Miriamit: Ju të tre dilni dhe shkoni në çadrën e mbledhjes, kështu ata të tre dolen. Atëherë, Zoti zbriti në një kolonë reje, u ndal në hyrjen e çadrës dhe thiri Aronin dhe Miriamin dhe që të dy I erdhën përpara. Pastaj Zoti I tha: Dëgjoni tani fjalët e mia. Nëse ka një profet midis jush, unë Zoti I bëj mi njohur atij në vegim, flas me të në ëndër. Por nuk veproj kështu me shërbëtorin tim Mojsi që është besnik në tërë shtëpinë time. Me të unë flas sy për sy duke bërë që ai të më shoh dhe jo me shprehje të errta. Dhe ai sot ditë dukjen e Zotit. Pse nuk keni patur frikë të flisni kundër shërbëtorit tim, kundër Mojsiut? Kështu zemërimi I Zotit u ndez kundër tyre, pastaj ai u largua.
Meekness does not mean that we do not confront some situations. Zemërbutësi nuk do të thotë se ne nuk përballemi me disa situata. Meekness does not mean that we don't confront some issues. Zemërbutësi nuk do të thotë se ne nuk përballemi me disa çështje. Meekness does not mean that we do not confront some people. Zemërbutësi nuk do të thotë se ne nuk përballemi me disa njerëz. That is not what it means at all. Ky nuk është as pak kuptimi I saj. But you have your confrontations out of strength under control, not out of anger. Por ju përballeni në saj të forcës suaj që e keni në kontroll dhe jo nga inati. You do it out of compassion mixed with inner security, not revenge. Ju e bëni nga mëshira, përzier me sigurinë e brendshme dhe jo nga hakmarrja. You do it out of courage mixed with confidence, not vengeance. Veproni në saj të guximit, përzier me sigurinë dhe jo nga gjakmarrja. In fact, Moses' reaction to God's chastisement of Miriam was an incredible act of meekness. Në fakt, reagimi I Mojsiut ndaj ndëshkimit që Perëndia I dha Miriamit ishte një akt jashtëzakonshëm zemërbutësie. Let me tell you about it. Më lejoni t'ju tregoj rreth kësaj. Miriam complained about the blackness of her sister-in-law, Miriami u ankua për ngjyrën e lëkurës së kunatës së saj. so God made her real white with leprosy. Prandaj Perëndia e bëri atë të bardhë si bora nga lebra. Let us read in the book of Numbers, chapter 12, verse 10. Le të lexojmë tek libri I Numrave kapitulli 12 vargu 10. Kur reja u tërhoq nga pjesa e sipërme e çadrës, Miriami ishte bërë lebroze bardhë si bora. Aroni e shikoi Miriamin dhe ja, ajo ishte lebroze. What did Moses do? Çfarë bëri Mojsiu? Weakness would have said, well, Miriam, you got what's coming to you. Dobësia do të kishte thënë: "E po Miriam, ti more atë që të takonte." Weakness would have said, you deserve what you got. Dobësia do të kishte thënë: "More atë që meritoje." Weakness would have said, you got your just reward. Dobësia do të kishte thënë: "Thjesht more shpërblimin që të takonte." But meekness, which is strength under control, sent Moses on his knees to pray for Miriam's healing. Por zemërbutësia që është forca e kontrolluar bëri që Mojsiu të gjunjëzohej dhe të lutej për shërimin e Miriamit. The book of Numbers, chapter 12, verse 13. Libri I Numrave kapitulli 12 vargu 13. So Moses cried out to the Lord, "Oh God, please heal her." Kështu Mojsiu I thiri Zotit duke I thënë: "Shëroj o Perëndi, të lutem." You know, there are some people who toot their own horn, Ju e dini që ka disa njerëz që I bien burisë së tyre. bang on their own drum, Ata godasin fort daullën e tyre. protect their little kingdoms, Ata mbrojnë mbretëritë e tyre të vogla and brag about their exploits. dhe mburren për zbulimet e tyre. That is weakness. Kjo është dobësi. The moment you see or hear that, recognize it for what it is. It is not biblical meekness, but weakness. Në momentin që dëgjoni apo shikoni një veprim të tillë, pranojeni ashtu si është. Nuk është zemërbutësi biblike, por dobësi. Those who truly achieve success, Ata që arrin me të vërtet sukses, those who truly have been given honors, but see no necessity to tell anyone, ata që janë nderuar me të vërtet por nuk e shohin të arsyeshme të tregojnë, those are who are truly meek. ata janë vërtet zemërbut. Some time ago, one of my friends was given an honorary doctorate, Para disa kohësh njërit nga miqve të mi ju dha një dekorat nderi. and I found out about it. Dhe unë e zbulova këtë gjë. He called me and said, Ai më thiri dhe më tha: "I am glad you knew about it, but please don't tell anybody else." "Jam I kënaqur që e di, por të lutem mos I trego askujt." And I kept my mouth shut. Dhe unë e mbylla gojën. His modesty was strength, which is true meekness, Modestia e tij ishte forcë që është zemërbutësi e vërtet, because meekness is not weakness. sepse zemërbutësia nuk është dobësi. The second thing I want to tell you about meekness is that it is not false modesty. Gjëja tjetër që dua t'ju them për zemërbutësinë është se ajo nuk është modesti e rreme. I want you to listen very carefully of what I'm going to tell you. Dua të dëgjoni me shumë vëmendje atë që do t'ju them. False modesty is more dangerous than bragging. Modestia e rreme është më e rrezikshme se sa mburrja. Why? Përse? Because it is harder to detect. Sepse ajo është vështirë të shquhet, Because it looks like meekness. sepse duket si zemërbutësi, While bragging is weakness because it is the opposite of meekness, ndërkohë që mburrja është dobësi sepse është e kundërta e zemërbutësisë. but false modesty
is a look-alike to meekness, and that is why it's much more difficult to discern. Modestia e rreme ngjason me zemër butësinë dhe jap se është shumë e vështirë për ta dalluar atë. Let me explain. Më lejoni t'ju shpjegoj. God has given each of us at least one gift. Perëndia i ka dhënë secilit prej nesh të paktën nga një dhunti. Some have more, 2 or 3 or 4, or maybe even multiple gifts. Disa kanë më shumë, 2, 3, 4 ose dhunti të shumë fishta. If you don't know what your gift is, Nëse nuk e njihni dhuntin tuaj, you are under obligation before God to discover what it is and use it. ju jeni të detyruar para Perëndisë që ta zbuloni se çfarë është dhe që ta përdorni atë. What is God saying when He gives each of us one of these gifts or talents? Çfarë thot Perëndia kur i jep secilit prej nesh një nga këto dhunti apo talente? He is saying you are worthwhile. Ai thot, ti ja vlen. He is saying you are important to me. Ai thot, ti je i rëndësishëm për mua. He is saying you have a value to me. Ai thot, ti ke vlerë për mua. He is saying you have a uniqueness because I made you in my own image. Ai thot, ti je unik sepse të kam krijuar sipas imazhit tim. And for the believer, He is saying, I have redeemed you through the blood of my Son, the Lord Jesus Christ. Dhe për besimtarin ai thot, unë të kam shpenguar nëpërmjet gjakut të birit tim, Zotit Jezus Krisht. He is saying, you are special to me. Ai thot, ti je kaq i veçantë për mua. You are of value to me. Ti je me vlerë për mua. So what does false modesty do? Pra, çfarë bën modestia e rreme? False modesty and self-deprecation and refusal to stand up for anything is a denial of God-given gifts. Modestia e rreme, vetdënimi dhe refuzimi për të qëndruar për çdo gjë është mohimi i dhuntive që Perëndia na ka dhënë. As if to say, God, you are lying. Si për të thënë, Perëndi ti po gënjen. I told you false modesty is dangerous. Ju thash se modestia e rreme është e rrezikshme. Far from it being a true virtue, false modesty is a substitute for passive selfishness. Duke mos qenë as pak një virtyt real, modestia e rreme zëvendëson egoizmin pasiv. I want to repeat this. Dua ta përsëris këtë. Far from it being a true virtue, false modesty is a substitute for passive selfishness. Duke mos qenë as pak një virtyt real, modestia e rreme zëvendëson egoizmin pasiv. When someone gives an excellent speech and then would say, oh, that was nothing. Kur dikush mban një fjalim të shkëlqyer dhe pastaj thot, "Oh, nuk ishte asgjë." Or when a singer who is truly gifted of God and would say, I am just getting over a cold. Ose kur një këngëtar që ka vërtet dhunti nga Perëndia thot, "Sapo marr veten nga gripi." That is false modesty. Kjo është modesti e rreme. I have a friend and a colleague who is a great encourager. Kam një shok dhe koleg që është inkurajues i mrekullueshëm. He comes to me after I speak and says, this was a great message. Ai vjen tek unë pasi predikoj dhe thot, "Ky ishte një mesazh i mrekullueshëm." My response is always, they all are. Gjithmonë përgjigjem, "Të gjitha janë të tilla." You might ask if I am bragging. Ju mund të pyesni, "Mos jam duke u mburur?" No. Jo. Listen to me. I want you to listen very carefully. Më dëgjoni, duhet më ndiqni me shumë vëmendje, Because this is of vital importance. sepse kjo ka rëndësi jetësore. When you have nothing and everything comes to you as a gift, you have nothing to brag about. Kur nuk keni asgjë dhe gjithçka keni vjen si dhuratë, nuk keni asgjë për të mburur. When you have nothing to brag about and everything is given to you, how can you brag about a gift? Kur nuk keni asgjë për të mburur dhe gjithçka keni ju është dhënë, si mund të mburreni për një dhuratë? Can you imagine if someone would walk up to me and give me a gift? A mund të imagjinoni nëse dikush vjen tek unë dhe më jep një dhuratë And I stretch my hand and receive the gift? dhe unë zgjas dorën dhe pranoj dhuratën? Someone would say, wow, I like that way you've stretched out your hand and received that gift. Dikush do të thoshte, "Wow, më pëlqen se si zgjat dorën dhe merr dhuratën." That was wonderful. Kjo ishte e mrekullueshme. This was really nice. Kjo ishte vërtet e këndshme. I like to see you stretching out your hand again. Do të më pëlqente të shikoja ta zgjasje sërish dorën. All I did is stretch out my hand and receive the gift. Unë vetëm sa zgjata dorën time dhe pranova dhuratën. I haven't done anything else. Nuk kam bërë asgjë tjetër. Everything I have is a gift from God. Gjithçka kam është dhuratë e Perëndisë. Therefore, I have nothing to brag about. Prandaj unë nuk kam për çfarë të mburrem. I've got nothing that I can truly take credit for. Nuk kam asgjë për të cilën të marr merita.
Everything we have is a gift from God and only God needs to get the glory. Gjithçka kemi është dhuratë prej Perëndisë dhe vetëm Perëndia duhet të marrë lavdinë. If I make a mistake, it would be because of my laziness Nëse unë gaboj, atëherë do të jetë për shkak të përtacisë sime, or because I'm not using God's gift. ose për shkak se nuk po përdor dhuratën e Perëndisë. Otherwise, anything that is good is a gift from God. E thënë ndryshe, çdo gjë e mirë është dhuratë e Perëndisë. Someone said the following: Dikush një herë ka thënë kështu: the essence of meekness and gentleness is a capacity to value others as much as we value ourselves. Thelbi i butësisë dhe zemërbutësisë është aftësia për të vlerësuar të tjerët aq sa vlerësojnë vetveten. The Apostle Paul commands Timothy to exercise biblical meekness. Apostulli Paul urdhëron Timoteun të ushtrojë zemërbutësi biblike. Look at 2 Timothy chapter 2 verses 24 and 25. Shikojini të dytën e Timoteut, kapitulli 2, vargjet 24 dhe 25. Let's read it. Le t'i lexojmë. Duke i mësuar me butësi kundërshtarët me shpresë se Perëndia u jep atyre të pendohen që arrin të njohin të vërtetën dhe të vinë vete duke shpëtuar nga lagu i djallit që i ka zënë robër të vullnetit të tij. Paul is saying, correct your opponents with gentleness. Pali thot, korrigjoni kundërshtarët tuaj me butësi. On the one hand, we don't ignore their error out of false modesty by saying, well, who am I to correct them? Në njërin anë, nuk injorojmë gabimin e tyre në saj të modestisë rreme duke thënë, e po, kush jam unë që t'i korrigjoj ata? Or who am I to point out the error of their ways? Ose, kush jam unë që të tregoj gabimet e tyre? Or who am I to bring this to their attention? Ose, kush jam unë që t'u tërheq vëmendjen? On the other hand, he said not to lord it over them. Në anën tjetër, ai thatë mos sillemi me ta si zotërinj të mëdhenj. He is not to say, you do it or else. Ai nuk është duke thënë, bëje ose përndryshe, Or you are not as good as me. ose ti nuk je aq i mirë sa unë, Or what you need to do is to work harder and reach my standards. ose ju duhet punoni më shumë që të arrini standardet e mia. No, 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 no. Jo, 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 jo. That is not the way to do it. Nuk është kjo mënyra. Although we often don't use these words, we often use more subtle words, but the effect is the same. Edhe pse shpesh nuk përdorim këto fjalë, përdorim fjalë më delikate, gjithsesi, efekti është i njëjtë. Neither extreme is truly biblical meekness. Asnjë ekstrem nuk është zemërbutësi biblike. Meekness is not weakness. Zemërbutësia nuk është dobësi. False modesty is not meekness. Modestia e rreme nuk është zemërbutësi. I want to tell you a story as I conclude this message. E ndërsa e mbyll mesazhin e sotëm, dua t'ju tregoj një histori. It is a true story to illustrate true biblical meekness. Kjo është një histori e vërtetë që pasqyron zemërbutësinë e vërtet biblike. Booker T. Washington was a black American man who knew all about true biblical meekness and gentleness. Booker T. Washington ishte një Amerikan me ngjyrë që dinte gjithçka për butësinë dhe zemërbutësinë e vërtet. Born in 1856, he worked in a coal mine as a child. Ai kishte lindur në vitin 1856 dhe gjatë fëmijërisë kishte punuar në një minier qymërguri. Taking only 3 months a year to go to school. Dhe shkonte në shkollë vetëm 3 muaj në vit. His hard work paid off and he graduated from Hampton Institute in 1875. Puna e tij e vështirë u shpërblye dhe u diplomua në Institutin e Hamptonit në vitin 1875. 6 years later, he was appointed the first president of the Tuskegee Institute, 6 vjet më vonë u emërua si president i parë i Institutit Tuskegee, a trade school for black Americans. një shkollë tregtie për amerikanët me ngjyrë. After accepting the presidency, he was walking down the streets of Alabama one day. Një ditë, pasi kishte pranuar presidencën, ai po ecte përgjatë rrugëve të Alabamës, When a white woman saw him, kur e pa një grua e bardhë. not recognizing who he was, she summoned him to come and chop some wood for her. Duke mos e njohur se kush ishte, ajo e thiri që të shkonte me të dhe të priste dru. Most of us in Mr. Washington's situation would not have tolerated such indignity. Shumë nga ne, po të ishin në vend të Mr. Washington, nuk do ta kishin toleruar një ofendim të tillë. We may have yelled at her and said, "Who do you think you are, lady?" Mund t'i bërtisnim asaj duke thënë,
Kush mendoni se jeni zonjë? How arrogant of you to judge me by the color of my skin. Sa arrogante është nga ana juaj që të më gjykoni për shkak të ngjyrës sime, But not Booker T. Washington. por jo Booker T. Washington. He knew and understood biblical meekness, which is strength under control. Ai e njihte dhe kuptonte zemërbutësinë biblike që është forcë e kontrolluar. He took off his coat, Ai hoqi xhaketën, chopped the wood, preu drujt and carried it into her house, dhe i çoi në shtëpinë e saj and refused payment. dhe nuk pranoi të paguhej. Later, when the woman discovered who he was, she went to his office to apologize. Më vonë, kur gruaja zbuloi se kush ishte, shkoi në zyrën e tij për t'i kërkuar të falur. But Washington said, "It's all right. I delight in doing favors to my friends." Por Washington tha, nuk ka problem, është kënaqësi të ndihmoj miqtë e mi. That woman not only became a generous supporter of the institute, but she left her entire estate to the institute. Kjo grua jo vetëm që u bën mbështetëse bujare e institutit, por i la dhe gjithë pronat e saj për të. And Washington himself went on to advise several American presidents and had written a number of books. Dhe vetë Washingtoni vazhdoi të këshillonte presidentë të ndryshëm amerikan dhe shkroi një sër librash. Someone might say to me, "Well, I am not sure if this is the best response. Dikush mund të më thotë, nuk jam fort I sigurt nëse kjo është përgjigja e duhur. I'm not going to argue with you, but I'm going to tell you this. Nuk dua të diskutoj me ju, por do t'ju them këtë. Booker T. Washington knew and used true biblical meekness, that is, strength under control. Booker T. Washington e njihte dhe e përdorte zemërbutësinë e vërtet biblike që është forcë e kontrolluar. He understood and demonstrated his strength through his gentle response to life's challenge. Ai e kuptoi dhe shfaqi forcën e tij të kontrolluar përmes reagimit zemërbut ndaj sfidës së jetës. Jesus said, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Jezusi tha, lum ata që janë zemërbut, sepse ata do të trashëgojnë tokën. Do you know what it is to be meek? A i dini se çfarë do të thotë të jesh zemërbut? You can only experience meekness when you are filled with the Holy Spirit moment by moment. Ju mund të përjetoni zemërbutësi vetëm nëse mbusheni me frymën e shenjtë çdo moment. When I face the challenges of life, I often ask the Lord to fill me with His Holy Spirit. Kur përballem me sfidat e jetës, shpesh I kërkoj Zotit të më mbush me frymën e tij të shenjtë. But sometimes the enemy sneaks up on you and surprises you, as he has a habit of doing. Por ndonjëherë armiku vjen vjedhurazi dhe ju befason siç e ka për zakon. Lord Jesus, Zot Jezus, let this particular fruit that I need right now be manifested in me. bëj që ky fryt I veçantë për të cilin kam nevojë të manifestohet në mua. God will answer this prayer. Perëndia do t'i përgjigjet kësaj lutjeje. Then and only then can the fruit of meekness begin to manifest itself in your life. Atëherë dhe vetëm atëherë fryti I zemërbutësisë mund të manifestohet në jetën tuaj. It is my prayer that God will bless this message in your life. Unë lutem që Perëndia të bekojë këtë mesazh në jetën tuaj. Until we meet again, I wish you God's richest blessing. Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft të gjithëve. Të dashur dëgjues, këto janë minutat e fundit të programit tonë edhe për ditën e sotme. Gjatë këtij programi, Doktor Jusef na tregoi se zemërbutësia nuk është as dobësi dhe as modesti e reme. Modestia e reme ngjason me zemërbutësinë dhe është shumë e vështirë për t'u dalluar. Por miq të dashur, mos harroni se gjithçka kemi është dhuratë nga Perëndia, dhe vetëm Perëndia do të marrë lavdin. Jezusi tha: "Lum ata që janë zemërbut, sepse do të trashëgojnë tokën." Në mesazhin ton të erësarshëm, Doktor Jusef do të na flas për frytin e fundit në listën e frytëve të frymës. Do të flasim për vetkontrollin. Mungesa e vetkontrollit në gjeneratën tonë është rruga e Satanit për të na përgatitur për shkatrimin. Përkrahja e vetkënaqësisë në gjeneratën tonë është hapi I parë që na bën më të prekshëm ndaj çdo armiku të egër dhe të paperëndishëm. Unë ju ftoj të ndiqni Doktor Jusef në mesazhin ton të erësarshëm, ku do të mësoni më shumë për 3 karakteristikat e vetkontrollit. E si gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirpresim letra dhe emailet tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu ju mund të kërkoni dhe një kopje të librave të Doktor Jusef, Gjetja e agazimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.